Studentët shqiptar në Shkup sërish u detyruan të dalin në rrugë. Krejt kjo për të protestuar kundër diskriminimit në bazë të gjuhës. E të drejta kërkesat e tyre po i cilësojnë edhe albanologët. Profesori nga Universiteti i Shkupit Aslan Hamiti thot se provimi i jurisprudencës duhet të mbahet edhe në gjuhën shqipe. E drejtë njerëzore e çdo njeriu, përkatësisht edhe çdo populli është që të flasë dhe të shkruajë në gjuhën e tij amtare. Prandaj kërkesa e studentëve është shumë e drejtë, është legjitime dhe mendoj se duhet përkrahet nga të gjithë në mënyrë që ata të kenë të drejtë përveç mbarimit të fakultetit në gjuhën amtare, përkatësisht në gjuhën shqipe, që edhe provimit e fundit t'i japin në gjuhën amtare. Hamiti thot se kjo është një përpjekje për të penguar barazinë gjuhësore mes dy popujve në Maqedoninë e Veriut. Kjo është një përpjekje për të penguar barazinë gjuhësore, që edhe Shqipja të jetë një ndër ose të jetë gjuhë e barabartë në përdorim zyrtar në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. E mendim të njëjtë kanë edhe albanologët kosovar. Gjafer Beqiri, profesori nga Universiteti Ukshin Hoti në Prizren, thot se duhet këmbgulur që Shqipja të jetë e barabartë me gjuhën maqedonase. Kjo është një padrejtësi, diskriminim, duke ditur që ose duke pasur parasysh që populli shqiptar në Maqedoni arrin dikund 29.50% e më tepër që përbëjnë do thotë popullatën e shtetit gjerman, Maqedonas. Ndryshe, protesta e studentëve shqiptar në Shkupu përkrah edhe nga Prishtina dhe Tirana, ndërsa studentët thonë se nuk do të ndalen deri në realizimin e kërkesave të tyre. Kjo rrugë mëngjesin e sotëm u kthye në tragjedi për një familje nga Peja. Si shkak i një vet aksidenti, humbi jetën shoferi i veturës, ndërkaq gruaja bashkë me 3 fëmijët mbetën të lënduar. Shoferi i veturës dyshohet se humbi drejtimin mbi mjetin duke rënë disa metra në këtë vendpunishte në Dallë të Klinës, pjesë e punimeve për rregullimin e rrugës. Në kohën kur ndodhi aksidenti, dyshimet janë se mungonte sinjalistika e nevojshme. Këtë informacion janë duke hetuar në prokurorinë themelore të Pejës. Në vendin e ngjarjes janë kryer gjitha ekzamenimet e nevojshme. Dyshohet se është vetë aksident, mirë po, prokurori i shtetit ka autorizuar ekspertin e komunikacionit, ekspertin nga Ministria Përkatëse dhe inspektorën e kompanisë së kontraktuar që dalin në vendin e ngjarjes të përpilojnë raporte dhe të njëjtat aty deponojnë në prokurori dhe nga varësisht nga raportet e këtyre ekspertëve do të merren veprimet ligjore. Gjatë pasdites, personat përgjegjës janë parë duke vendosur këto shenja të sinjalistikës, të cilat nuk dihet nëse mungonin në orët e para të mëngjesit kur ndodhi vetë aksidenti fatal. E një nga të lënduarit për shkak të gjendjes kritike tashmë është transferuar në spitalin e Shkupit. Fillimisht që të 4 të lënduarit janë trajtuar në spitalin e Pejës. Si pasojë e një aksidenti trafiku në spitalin ton janë pranuar 4 persona të lënduar. Pas ofrimit të trajtimit mjekësor, një person është dërguar për trajtim të mëtejmë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa 2 persona pas trajtimit janë liruar për në shtëpi në gjendje stabile. Sipas informacioneve të pranuara nga organet kompetente, një person tjetër ka humbur jetën si pasojë e aksidentit, por nuk është sjellë në spitalin e përgjithshëm në Pejë. Gjatë ditës në vendin e ngjarjes janë parë organet e rendit, pasi hetimet për shkaqet e këtij vetë aksidenti po vazhdojnë. Pas më shumë se 4 vite me ushtrues detyre, është hapur rruga për emërimin e një kryeprokurori të ri të shtetit. Me 5 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial votoi që konkursi të hapet më 20 maj dhe të jetë i hapur për 15 ditë. Vendimin e mirëprit ish ministre e drejtësisë tash ushtruese detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu. Ky veprim i Këshillit Prokurorial të Kosovës rikthen mundësinë për një proces të rregullt, transparent dhe të bazuar në meritë. Është me rëndësi që gjithë procesi të zhvillohet në mënyrë të paanshme, të besueshme dhe larg çdo ndikimi politik apo interesi të ngushtë.
Proces transparent dhe meritor po kërkojnë edhe nga shoqëria civile, të cilët adresuan shumë kritika kur KPK-ja propozoi për kryeprokuror Bleremi Sufajn. KPK-ja të mos bëj gabimet e njëjta, të mos përsëris gabimet e njëjta sikurse në procesin e fundit dhe që të garantoj një proces tërësisht transparent, tërësisht në përputhje me rregullatimin ligjore dhe gjithashtu që të garantoj një proces meritor të përzgjedhjes së kandidatit për kryeprokuror të shtetit. Mirë po duke ditur që ka një koncept dokument tashmë të ri sa i përket të kandidimit, unë pres që paneli intervistues do t'i marrë përbazë të gjitha sugjerime që i kemi ofruar në koncept dokument. Fundi muajit qershor konsiderohet se do të jetë koha kur procesi në KPK do të përmbyllet dhe ky institucion do të dalë me kandidatin e propozuar për kryeprokuror. Deri atëherë vendi me shumë gjaz do të vazhdojë të jetë me ushtrues detyre të presidentes. Por kjo vlerësohet se nuk paraqet problem sa i përket dekretimit. Kjo fundet nuk ka asnjë kufizim ligjor për sa i përket çështjes së dekretimit eventual të pozitës së kryeprokurorit të shtetit. Natyrisht kjo do t'i marrë disa javë përkatësisht muaj kohë për faktin se siç dihet konkursi duhet me qenë i hapur, pastaj natyrisht janë procedura brenda Këshillit prokurorial të cilat duhet të zhvillohen në mënyrë që ta përfundojë procesin Këshilli prokurorial dhe kandidatin ose kandidatën që natyrisht merr mbështetjen e Këshillit duhet ta procedojë tutje për dekretim nga ana e institucionit të presidentit, përkatësisht presidentit të vendit. Detyrën e kryeprokurorit të shtetit aktualisht po ushtron Agron Çalaj pas dorëheqjes së Besim Kelmendit. Që nga 28 prilli, qeveria e Kosovës konsiderohet si qeveri në detyrë. Por me gjithë këtë emërimet në ekzekutiv po vazhdojnë normalisht. Së fundmi u njoftuan emërimet e 3 zëvendës ministrave. Por duar kryq nuk qëndruan as ministrit. Ajo e drejtësisë njoftoi se hapi konkurs për 50 zyrtar korrektues. E gjitha kjo në prag të hapjes së fushatës zgjedhore. Këto veprime nga ana e ekzekutivit në detyrë po konsiderohen si nisje fushatës zgjedhore. Vetë vazhdimi i emërimeve të zëvendësministrave në detyrë nga kryeministri në detyrë është një tentim që të prezantohet vendi si është situata kryesisht normale. Dhe kjo është jashtëzakonisht një mashtrim që nuk do të duhemi ja servu qytetarit vendit. Në anën tjetër, hapja e konkurseve me këtë pozicion të qeverisë, me ato momente ku ka impakt qeveria, konsideroj që është kryesisht e fushatës zgjedhore dhe jashtëzakonisht jo e domosdoshme, jo profesionale, jo e shëndetshme për rendin demokratik në vend. E profesori Avdi Smajlaj thotë se punësimet në këtë kohë në shumë raste paguhen me votë. Sa i përket hapjes së vendeve të punës, sidomos me që kjo lidhet edhe me kohën e fushatës, mendoj që është më shumë një përpjekje për të rritë numrin e votave, marë për bazë që tek ne një numër i votuesve ndoshta të shtyrë edhe për shkak të nevojës për një vend punës, e shkëmbejnë shpesh votën me një vend punës. Kjo pastaj lidhet edhe me mundësinë që ata ndikojnë edhe tek familjarët e tyre pastaj. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e 7 qershorit zyrtarisht do të fillojë më 28 maj. Sirtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës pritet të mbushen së shpejti me armatim të ri amerikan. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar tashmë Kongresin për një leje për eksportimin e artikujve të mbrojtjes, të dhënave teknike dhe shërbimeve të mbrojtjes drejt Kosovës. Vlera e armatimit është $14 milion. TV1 ka kërkuar nga Ministria e Mbrojtjes më shumë rreth këtij armatimi, mirëpo deri në publikimin e kronikës nuk ka marrë përgjigje. E ish komandanti FSK-s Kadri Kastrati po e mirëpret një nismë të tillë nga aleati kryesor i Kosovës. Po e shohin që forcat tona të armatosura kanë hecur qaq larg në aspektin profesional, sa kemi arritur që të bëhemi edhe eksportues sigurisë. Ne si antar i atij bordit të paqes që presidentja ishte atje në shkëtja të marrëveshjen, pastaj veç janë në përgatitje sipër ushtarët e forcës sonë që të shkojnë në Gaza.
Sipas Kastratit, kjo nismë jep edhe sinjale për rajonin dhe kërcënimet e Serbisë karshi Kosovës. Nuk mund të mahet me kërcënimet e Serbisë në vazhdimësi që është duke bërë drejt Kosovës dhe drejt stabilitetit rajonal, por një rajon me ushtri të barabarta, me një forcë sigurisë të fuqishme, sigurisht që dërgon sinjale edhe në rajon që ne jemi për një stabilitet dhe një rahati këtu në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Derisa koloneli në pension Hysen Gecaj thekson se kjo tregon se Kosova mbetet prioritet nga SBA-ja si garantues kryesor i sigurisë. Mesazhet tilla nuk kanë munguar as në kalumen, por ky është një mesazh më i fuqishëm dhe më i qartë, më drejt për drejt i thonë. Përndryshe, mesazhet tilla ka pas të drejtuar karshi qeverive të Kosovës, po edhe karshi vetë forcës sigurisë të Kosovës drejt për drejt, me partneritetet ndryshme, me ushtrimet ndryshme të përbashkëta. Shumica e sistemeve të sofistikuara të armatimeve të FSK-s janë nga SBA-ja, ku vetëm në vitin 2025 arritën dronë dhe autoblinda të blera në SBA. Këtë vit pritet të vinë edhe 200 raketa antitank të njohura si Javelin. Në orën 7 e filluan punën, por atu dash të ndalonin në orën 11. Krejt kjo me që punëtorëve teknik të disa shkollave në Prishtinë nuk ju ekzekutuan pagat. Fat të tillë kishin edhe punëtorët teknik të shkollës Asim Vokshi. Këta të fundit menaxhohen përmes një kompanie private, por intervistimi i tyre të hënën që i pamundur. Punëtorët teknike të kësaj shkolle dëshironin të prononcoheshin para kamerës për çështjen e grevës që ata mbajtën sot, por komuna e Prishtinës nuk u dha leje. E kryetari i sindikatës të sektorit privat Jusuf Azemi thotë se nëse nuk u ekzekutohen pagat të martën do të fillojë greva. Ata është marrë vendim që sot në farë forme të bëhet një paralajmërim, një protestë një orë që nga ora 11 deri në ora 12 nuk do të punohet dhe nëse sot nuk dalin pagat, atëherë që nga nesër gjitha shkollat do të jenë në grevë për shkak se është data e 18 dhe ne nuk i kemi marrë pagat e në muajit prill. Kjo është arsyeja, nuk është hera e parë, pothuajse në vazhdimsi, andaj është vendosur që nuk ka shërbime për pa kryer pagat e këtyre punëtorëve. Si të papranueshme këtë gjendje po e cilëson opozita në kryeqytet. Është papranueshme që tash në kohë punëtor teknik në shkollat fillore të Prishtinës nuk marrin pagat me kohë. Unë këtë shqetësim tyne, problem tyne kanë ngritur edhe sa once në kaluar në kuvendin komunal të Prishtinës, po ato momente nuk ka qenë aty drejtori i arsimit dhe rrjedhëmisht ende nuk kam në përgjigje zyrtare nga drejtoria e arsimit. Është normal siç e ka dhënë fillim e papranueshme që tash edhe në kohë të gjatë nuk kanë marrë paga punëtorët teknik. Ata thuaj se çdo muaj u shkruajnë. TV1 ka provuar të marrë edhe një përgjigje nga kompania Laguna, por këta të fundit edhe këtë herë zgjodhen të heshin përballë hallave të punëtorëve teknik. Irani ka paraqitur një përgjigje ndaj propozimit të fundit të Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës nëpërmjet ndërmjetësimit të Pakistanit. Kështu tha një burim pakistanez për Reuters të hënën, duke paralajmëruar se palët nuk kanë shumë kohë për të vazhduar me mosmarrveshjet e tyre. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Esmail Baghaei konfirmoi më vonë se pikpamjet e Teheranit i ishin përcjell palës amerikane përmes Pakistanit, por nuk dha shumë detaje. Pikat e ngritura janë kërkesa iraniane që janë mbrojtur me vendosmëri nga ekipi negociator iranian në çdo raund negociatash. Washingtoni dhe Teherani kanë shkëmbyer disa propozime gjatë javëve të fundit mes një armpushimi që ndaloi kryesisht 6 javë luftimesh. Irani ka kërkuar kompenzim për domet e luftës, fundin e blokadës amerikane të porteve iraniane dhe ndalimin e luftimeve në të gjitha frontet, përfshirë Libanin. Nga ana tjetër, Washingtoni ka kërkuar Teheranit të çmontoj programin e tij bërthamor dhe të heqë blokadën efektive në ngushticën e Hormuzit, e cila para luftës transportonte 1/5 e furnizimit botror me naftë bruto dhe gaz natyror të lëngshëm.
Presidenti Amerikan Donald Trump tha në një postim në Truth Social gjatë fundjavës se ora po ecën për Iranin, duke shtuar se më mirë të veprojnë shpejt sepse përndryshe, shkroi Trump, nuk do të mbetet asgjë prej tyre. Ndërkohë, agjencia iraniane e lajmeve Fars raportoi të dielën se Washingtoni kishte paraqitur një listë me 5 pika, e cila e bënte të qartë se SBA-ja do të ndërpriste armiqësitë vetëm kur Teherani të angazhohej në negociata zyrtare për paqe. Ajo gjithashtu përfshinte një kërkesë që Irani të mbante në funksion vetëm një central bërthamor dhe të transferonte rezervat e tij të uraniumit të pasuruar në SBA.